Tunxha tjeta, uroj të jeni mirë. UÇK, prova amerikane e zjarrit dhe e James Rubin në Hag. A ka ardhur James Rubin në Hag për një mision të pamundur, apo ka ardhur për një mesazh të fuqishëm amerikan dhe për një rikthim, për të bërë një reset të egër, agresiv të politikës amerikane në Ballkan? Çfarë është duke ndodhur, çfarë fshihet te kulisat e deklaratave të Rubin në Hag? Kush janë klanet ndërkombëtare të kësaj gjykate speciale? Si po përplasen amerikanët dhe europianët për kontrollin e Ballkanit, për kontrollin e Kosovës? A ka luftë klanesh brenda Perëndimit, brenda BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që po reflektohet tek procesi gjyqësor ndaj ish kryetarëve, ndaj ish drejtuesve të UÇK-s, ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ishte edhe emblema e luftës, e përpjekjeve dhe e gjakut të derdhur për lirinë e Kosovës. A është ky një mision i mundur apo mision i pamundur? A vazhdon Amerika të jetë komandanti i botës apo jo? A është Amerika vazhdon të jetë kryetari apo komandanti i të gjithë strukturës dhe arkitekturës e institucioneve më të mëdha të botës? Po, përgjigjja është e thjeshtë. Pas luftës së dytë botërore, amerikanët ishin ata që vendosën arkitekturën e institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare, FMN, OKB, Këshilli Sigurimi, të gjitha institucionet financiare, politike dhe të drejtësisë të lidhura me arkitekturën e sistemit politik dhe të drejtësisë globale dhe të financave ishin vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çfarë ndodhi? Amerikanët jo gjithmonë pranuan që kjo arkitekturë të zbatohet mbi vetë ata. Pra, gjykata ndërkombëtare e Hagës, për shembull, është një institucion i cili nuk ka autoritet ligjor tek Shtetasit Amerikan, nuk zbatohet për amerikanët. Pra, jemi në një moment në të cilin ne duhet të kuptojmë cila është betejë e vërtet e James Rubin në Hag dhe cila është betejë e vërtet e krerëve të UÇK-s, cila është betejë e vërtet e Europës, e Amerikës, e Kosovës, e klaneve europiane, e influencave ruse për të dominuar Ballkanin. Kjo është thelbi i asaj që do të diskutojmë sot. Përpara se ta diskutojmë, sigurisht kërkoj për jush ta mbështesni kanalin ashtu siç e keni bërë, t'i bëni subscribe dhe në qoftë se i shikoni të vlefshme këto video, t'ia çoni pjesës tjetër të shqiptarëve që t'i dëgjojnë ato video. Unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adveu. Vazhdojmë dhe i marrim çështjet një nga një. Është folur dhe janë pushtuar mediat e Tiranës dhe të Prishtinës këto 2-3 ditë, por edhe të trojeve shqiptare në përgjithësi, duke parë dhe analizuar deklaratat dhe mbrojtjen e James Rubin në Hag. Ne duhet ta kuptojmë cili është nën teksti dhe mesazhi strategjik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe i Hagës për secilin nga lojtarët ndërkombëtar me ndikim në arenën globale, por veçanërisht këtu në Ballkanin tonë të trazuar, i cili shpesh herë është bërë shkak që ta trazojë të gjithë botën dhe ta bëjë çorap atë. Mbrojtja e krerëve të UÇK-s nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një mesazh thelbësor, kryesor, strategjik, dhe ai është: amerikanët duan t'i thonë Serbisë, ne nuk do t'i lëmë në rrugë aleatët tanë të UÇK-s. Ne nuk i lëmë në baltë miqtë tanë. Pse? Sepse në kohën kur Rusia është duke luftuar fuqimisht për të patur ndikim në rajonin e Ballkanit dhe ku Kina, rivalet kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po përpiqen që të nxjerrin jashtë influencën amerikane nga Ballkani, por edhe qarqe të tjera në Europë janë të interesuara për t'i përzënë amerikanët nga Europa, sepse ata duket tashmë
që janë dobësuar dhe duke tashmë se bota po shkon drejt një bote shumë polare dhe për këtë arsye vetë europianët dhe qarqe në Europë, vetë klanet perëndimore, përveç atyre lindorë që synojnë dobësimin e rolit të Shtetet Bashkuara të Amerikës si aktori dominant në hemisferën perëndimore për të ruajtur atë që quhet hegemonia liberale në hemisferën perëndimore, kemi një përpjekje urgjente të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kthyer narrativën e saj agresive të kontrollit mbi Ballkanin dhe për të dhënë mesazh të gjithë lojtarëve europian, ballkanik dhe palëve të treta të cilat po tentojnë të hyjnë në Ballkan për të larguar Amerikën apo për të dobësuar dhe për të ulur ndjeshëm ndikimin e saj. Unë pas pak do t'ju tregoj dhe mënyrën si ndikojnë këto klane tek arkitektura e institucioneve europiane dhe ndërkombëtare në hemisferën perëndimore, por edhe tek arkitektura e ekuilibrave politik të brendshëm ballkanik, qoftë brenda shqiptarëve, qoftë brenda Ballkanit, por qoftë brenda edhe shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Shqipëri, si po luhen të gjithë këto mekanizma kaq të imët, delikat, që duhen shikuar dhe analizuar me peshore farmacie. Pse? Sepse mesazhet janë shumë të rëndësishme dhe mesazhet janë jashtëzakonisht të imta, por edhe me mesazhe që duhen dekriptuar për të kuptuar skenën realisht ashtu siç është. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kthyer në Hag me James Rubin jo vetëm për të mbrojtur Hashim Thacin dhe shokët e tij, por janë kthyer për t'i dhënë një mesazh popullit shqiptar në Kosovë, por edhe shqiptarëve në rajonin e Ballkanit, në atë që quhet Amerika nuk ju ka braktisur dhe Amerika nuk do t'ju braktis. Pse është shumë e rëndësishme kjo? Kjo është shumë e rëndësishme sepse amerikanët janë të vetëdijshëm atë që ju a kam thënë çdo natë në këto biseda, në këto bashkëbisedime që bëjmë. Duhet patjetër që Amerika të ristrukturojë marrëdhënien e saj me shqiptarët, jo sepse ne jemi ndonjë faktor madhor ndërkombëtar në ekuilibrat gjeopolitik ndërkombëtar, por sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara që t'i japin mesazhe strategjike për të gjithë partnerët e tyre në të gjithë botën. Në këtë moment deciziv, ku ekuilibrat global po lëvizin ndërmjet Kinës së Rusisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj anglo-sakson në këtë përballje të re për krijimin e rendit të ri botror dhe për krijimin e ekuilibrave të ri gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Amerikanët janë të kujdesshëm të përcjellin mesazh për europianët, për serbët, për rusët, për kinezët, por edhe për aleatët e tyre të tjerë, të cilët janë duke u zhgënjur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga roli i tyre në botë, por edhe nga besnikëria e amerikanëve ndaj aleatëve të tyre strategjik. Ndaj mesazhi është shumë dimensional dhe amerikanët e kanë shumë të rëndësishme dhe më të nevojshme se kur sot t'i përcjellin botës dhe aleatëve të tyre që mund të jenë edhe të lëkundur për të shkuar nga ana e Kinës dhe e Rusisë, që shiko, Amerika nuk ka për t'ju lënë në baltë. Amerika ka ardhur në Hag me James Rubin, ndoshta në një mision të pamundur, sepse realisht amerikanët nuk kanë një instrument fiks për të kontrolluar Hagën dhe për të ndikuar në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s, por ne duhet kuptojmë imëcish nën tekstet e mesazheve që vinë nga Washingtoni me një ish zyrtar shumë të lartë në administratën amerikane, siç është James Rubin, i cili vjen dhe u thot klaneve europiane që kontrollojnë Hagën, kontrollojnë ekipet e gjyqtarëve dhe të avokatërve, kontrollojnë narrativën e prokurorisë dhe gjykatës speciale, kontrollojnë territorin e saj, kontrollojnë narrativën politike të lojtarëve që kontrollojnë Hagën, që janë përgjithsisht Gjermania, Hollanda, Franca, por edhe Italia, secila me financa, Hollanda me tokën e saj, pra me Hagën. Italia nga ana tjetër luan me shumë kujdes
përpiqet që të jetë me një këmbë në Bashkimin Evropian, përpiqet nëpërmjet Giorgia Melonit të shket një këmbë tek aksi konservator, tek Trumpi dhe tek aleancat e saj me Viktor Orbanin, por ka dhe rryma shumë të forta brenda Italisë, siç janë edhe brenda Bashkimit Evropian sot, të cilat kanë simpati të madhe për Rusinë dhe herë luajnë lojën e Kosovës në Ballkan për të mos u prishur me amerikanët dhe për të çuar Amerikës mesazhe solidariteti dhe paqe në narrativën e saj strategjike ballkanike, por nga ana tjetër ruajnë edhe një derë të hapur me Moskën dhe me Pekinin, përkatësisht me lojtarin e tyre Beogradin dhe Aleksandar Vučićin në Ballkan. Këtu bëm një panoram pra se si po lëvizin klanet dhe si e ka të rëndësishme përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë sot me rëndësi strategjike, jo vetëm të mbrojnë Hashim Thacin, apo Jakub Krasniqin, apo çdo luftëtar tjetër, apo zotin Veseli, apo zotin Recep Selimi, apo çdo luftëtar tjetër që ka luftuar. Amerikanët sot vinë për të mbrojtur narrativën e tyre në botë për ekuilibrat e ri gjeopolitik, duke i dhënë mesazh botës që në qoftë se dhe europianëve veçanërisht, në qoftë se godisni UÇK-n, nuk keni goditur Hashim Thacin me Recep Selimin, me Jakub Krasniqin, keni godit Amerikën. Ky është mesazhi. Pra, në qoftë se godisni këta, keni godit ne. Ne nuk kemi problem me emrat me emrat përveçëm. Ne nuk kemi problem me se kush është X-i, se kush është Y-i, por James Rubin i vjen t'i thot, hey, ju po godisni Amerikën, sepse Amerika bashkë me presidenti Bill Clinton është ajo që i ka marrë telefon Hashim Thacin dhe kur në fillimet e para mendonim se ishin organizatë terroriste, ne e kuptuam, thanë amerikanët, se ata ishin një organizatë çlirimtare për drejtat e popullit kosovar, për të çliruar nga dhuna gjykatare Slobodan Miloševićit dhe drejta e popujve për të vetvendosur që vendosi Woodrow Wilson 1919 në konferencën e paqes në Paris. Pra, duke e parë këtë, Rubin po i rikujton botës se ju nuk po merreni me Thacin. Thaci mund të jetë një person i dëshiruar, mund të ketë qenë i korruptuar kur ka qenë në Kosovë, mund të ketë pas aktivitet të dyshimt, momente caktuara, unë kam qenë nga sulmuesit apo kontestuesit apo nga kritikët më të ashpër të Hashim Thacit kur ishte në krye të shtetit Kosovës, kur ai fliste për retorikën e ndarjes kufive, të shkëmbimit kufive, apo mini Schengenin ballkanik në koordinim me Ramën këtu dhe me qarqe të tjera leftiste sorosiane edhe në Bruxelles edhe në Washington. Pra, Thaci nuk ka qenë një angel, por Thaci si shefi i UÇK-s, apo Thaci si komandanti i UÇK-s, apo komandantët e tjerë të UÇK-s nuk janë më figura politike që ne mund t'i bëjmë pjesë të kalkulimeve dhe të llogarive tona në pazarin ton të brendshëm politik, apo në përplasjen Kurti Thaci, apo në përplasjen krerë të UÇK-s dhe Albin Kurti, apo në përplasjen e legitimitetit të marrjes përsipër të shkëlqimit të çështjes kombëtare, ku ka një rivalitet ndërmjet ish krerëve të UÇK-s dhe ndërmjet Albin Kurtit, rivalitet i cili duket qartë që del çdo ditë më shumë në pah me përpjekjen e zotit Kurti për të mbajtur narrativën sovraniste dhe mos lëshimin në ato që quhen shkelje e sovranitetit dhe e të drejtave të Kosovës për të qenë shtet i pavarur dhe i lirë, sepse liria u fitua me gjak, qoftë ky gjaku i popullit shqiptar, qoftë intervenimi i aleatëve ndërkombëtar, dhe refuzimi i asociacionit dhe i bosnjëzimit të Kosovës e ndihmon zotin Kurti që të ruaj ai narrativën e projektuesit dhe të arkitektit të mbrojtjes kombëtare dhe të sovranitetit kombëtar, por edhe të kombëtarizimit, jo vetëm të ndërkombëtarizimit të çështjes kombëtare që e citon her pas here Kurti. Pra, përtej luftës dhe rivalitetit të brendshëm politik brenda në Kosovë
për të marrë përsipër mbrojtësin dhe gardianin e çështjes kombëtare shqiptare dhe përtej baticave dhe zbaticave që kanë qenë në aktivitetin e ish-krerëve të UÇK-s në raport me sovranitetin e Kosovës dhe planet Ogurzeza për ndarje të Kosovës apo për shkëmbim territorësh apo mini Schengen ballkanik apo sot për ndërtimin apo për krijimin e narrativës se në qoftë se nuk pranojmë zajednicën do prishemi me amerikanët apo kurti po na prish me amerikanët. Jam shumë i interesuar miku im që më ndjek, vllai im dhe timotra ime shqiptare, që ne të kalojmë pak të momentin e lojës së brendshme politike dhe dalim ke mega mesazhit, të dalim në nivelin, në atmosferën makro. Pse? Sepse bota ka ndryshuar, sepse bota nuk është më ajo që ka qenë, sepse bota nuk do të jetë më ajo që ka qenë. Dhe të gjithë lojtarët kanë hyrë në lojë dhe kanë zbritur për të treguar pikërisht këtë. Secili do të vej gurin e tij dhe radhën tek radha e lojtarëve që kërkojnë të kenë influencë në Europë, por edhe në Ballkan. Pse? Sepse zgjatja e paraburgimit dhe zgjatja e një procesi pafundësisht ndaj krerëve të UÇK-s e godet Amerikën në mënyrë indirekte. Godet legitimitetin e bashkëpunimit me amerikanët, godet aleancën me amerikanët, godet miqësinë me amerikanët, sepse kur thot James Rubin, shiko se atë zotërin që e keni fut në burg e ka marrë në telefon presidenti amerikan dhe i ka ofruar mbështetje për UÇK-n dhe për aktivitetin, është në një farë mënyrë apo në një tjetër, hey, zotëri në Hag, ka shumë gjasa që ju të jeni duke arrestuar autoritetin e presidentit amerikan, edhe në qoftë se nuk keni mundësi fizike për të arrestuar vetë presidentin e Amerikës. Pra duket qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëhen gati për një narrativ më agresive të prezencës tyre në Ballkan, për arsye të konfliktit në Ukrainë, për arsye të tendencave në rritje të Rusisë për të ardhur dhe për të ndikuar, por edhe për arsye të ndryshimit të shumë nga ekuilibrave gjeopolitik vetë në Europë dhe mos përputhjes së vizionit të europian domosdoshmërisht 100% me atë amerikan, mesazhi sot është i qartë. Amerika nuk i lë në baltë miqt e saj. Ky është mesazhi i James Rubinit. Por këtu na lind pyetja tjetër. A është më Amerika komandanti i sistemit global? A është më Amerika dirigjenti i institucioneve të më të rëndësishme botërore? Përgjigja, pyetja tjetër është, përpara se të japim përgjigjen, a është gjykata speciale në Hag në kontrollin e SBA-s? Përgjigja thjesht është jo, zyrtarisht. Mund të ketë mundësi për të patur influencë, por gjykata speciale për Kosovën, apo ajo që quhet Specialist Chambers, është krijuar. Gjykata speciale e Kosovës u themelu në 2015 dhe ku ishte filmi, përse Thaçi dhe ata të cilët flisnin për gjykatën e Kosovës se kush nuk e voton në parlament gjykatën speciale të Kosovës, është tradhtar. Përse duhet rrezikonte Thaçi dhe shokët e tij, drejtues ish luftëtar të UÇK-s, përse duhet të rrezikonin dhe të vendosnin veten e tyre në rrezik duke kundërshtuar tradhtar ata që nuk pranonin të votonin gjykatën speciale? Kjo ndodh për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse Hashim Thaçi dhe shokët e tij të UÇK-s kishin marrë jo vetëm presion perandimor, po kishin marrë edhe garanci nga amerikanët. Por garancit ishin dhënë 5 vite më parë, 7 vite më parë. Amerika sot nuk është më Amerika 7 vite më parë.
rendi botëror sot nuk është më rendi i 7 viteve më parë. Bota po ndryshon me ritme të jashtëzakonshme. Dhe Thaçi me shokët e tij e morën përsipër riskun e votimit të gjykatës speciale, sepse ata u besuan garancive amerikane se Haga nuk do të ketë mundësi të bëjë gjë me ju, sepse jemi ne aty, sepse ne nuk e lejojmë që Haga t'ju shkatërrojë ju jetët, sepse goditja juaj dhe goditja e UÇK-s do të jetë goditje për NATO-n dhe për vetë legjitimitetin e bashkëpunimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me UÇK-n. Duke goditur legitimitetin e kësaj lufte, goditet dhe narrativa e pavarësisë e Kosovës në Ballkan, për rrjedhoj kjo shkon vetëm në favor të Serbisë dhe të miqve të saj slav dhe armiq tradicional të Amerikës, siç është Moska dhe Pekini. Po kush janë klanet që e kontrollojnë Hagën sot? Mund të bëj një pyetje të thjeshtë çdo njeri normal. Klanet që e kontrollojnë janë Gjermania, Hollanda, Franca. Amerika sigurisht ka ndikimin e saj, por në një farë mënyrë apo në një tjetër. Ne duhet kuptojmë sot për gjithë shqiptarët që nuk e kanë të qartë. Haga, si institucion i drejtësisë ndërkombëtare sot, nuk është vetëm një institucion gjyqësor, por është fushë betejë e klaneve më të mëdha perëndimore për narrativën historike të dominancës së këtyre klaneve. Kjo meriton 2 vija poshtë. Pyetje tjetër që lind në këtë moment është: a janë amerikanët të prerë në besë nga Haga? Sepse edhe amerikanët, kur i kanë thënë Hashim Thaçit dhe shokëve të tij të UÇK-s, shkoni dhe votoni gjykatën speciale dhe shkoni me sy mbyllur në Hag sepse jemi ne pas jush, sepse është Bill Clintoni pas jush, është Washingtoni pas jush, dhe mos t'ju andjej fare se keni Amerikën nga vrapa. Kjo tregon qartësisht se amerikanët kishin vetbesim në ndikimin e tyre në Hag, në BE dhe tek klanet europiane të cilat janë në rivalitet me klanet amerikane, përplasje klanesh kjo qartë në hemisferën perëndimore, gjë që ndikon automatikisht edhe tek ekuilibrat rajonal. Këtë do ta shihni edhe në Shqipëri, për shembull, Edi Rama ka kohë që është kaputur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me ardhjen e Donald Trumpit, nuk shkon më dot në Amerikë, do dërgoj Bajram Begën në OKB në shtator, nuk ka asnjë telefonat nga Trumpi, asnjë kontakt nga administrata amerikane. Berisha është duke e kontrolluar lojën bashkë me Edi Ramën dhe po luajnë bashkë narrativën europiane, duke përfituar nga kjo përplasje e narrativave të klaneve brenda BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndaj dhe shumë burokrat gënjeshtar të Brukselit sot dalin dhe mashtrojnë duke marrë valigjet e dollarit nga Edi Rama, dollaret e krimit dhe të kokainës që fitohen në Shqipëri nga grupet terroriste dhe të tregtisë së kokainës që nuk mundet ta kryejnë këtë aktivitet kriminal duke shndërruar Shqipërinë, portin e Durrësit, portin e Vlorës dhe Shqipërinë në tërësinë e saj si një pikë strategjike dhe një qendër rajonale të tregtisë kokainës nga Amerika Latine për në Europë. Këto para të pista ndihmojnë që të blihen edhe deklarata të tipit Edi Rama ka plotësuar kushtet dhe Shqipëria po plotëson kushtet. Kjo është një narrativ europiane për të nxjerrë Amerikën nga loja dhe për t'i dhënë oksigjen Ramës, pa oksigjenuar nga Washingtoni, por edhe aleatit të tij në opozitë, që është Berisha, i cili ruan me shumë kujdes dhe lutet nga mëngjesi deri në darkë dhe bën gjitha propjekjet që Edi Rama të vazhdojë të qeverisë, sikurse lutet Edi Rama që Sali Berisha të vazhdojë të qeverisë, sepse ata do të mbrojnë njëri tjetrin. E kuptuam se si është loja e klaneve. Kjo është për të mbajtur Amerikën larg. Amerika, a i kanë rënë puplat apo jo? Këtë do ta shikojnë, këtë përgjigje duhet ta japin amerikanët. Si do ta japin këtë përgjigje? A do të kthehen dhe do t'i bëjnë një reset narrativës së tyre gjeopolitike në Ballkan dhe veçanërisht në trojet shqiptare, apo do të bëjnë tërheqje sepse nuk duan? Këtu shkojmë tek disa skenar.
shkojmë te disa skenar të cilët do të na tregojnë se si do të veprojë Amerika në këtë moment kur po goditet legitimiteti i mbështetjes së saj nga vitimi 1999 deri në vitin 2008 për UÇK-n, po rrëzohet Bill Clintoni, po rrëzohet Madeleine Albright, po rrëzohet një establishment shumë i fuqishëm dhe shumë i rëndësishëm në historinë politike të Amerikës, veçanërisht në strukturën apo në krijimin apo formimin e strukturës apo të arkitekturës së sigurisë globale menjëherë pas rënies së murit të Berlinit dhe shkërmoqjes i Ish-Bashkimit Sovjetik. Sot Rusia është më e fortë se në kohën e Rusisë së Jelcinit dhe të Gorbachevit. Sot është Putini, sot është Xi Jinping, sot është Narendra Modi në Indi, të cilët po bëjnë një pol tjetër bashkë me Korenë e Veriut, bashkë me Iranin, bashkë me Turqinë, e cila e mban një këmbë në NATO dhe një këmbë në Organizatën e Bashkëpunimit Shanghai. Pra të gjithë po luajnë. A do të rinë amerikanët duke parë dhe duke vrojtuar se si do ta humbasin influencën e tyre në Ballkan, apo do të luajnë në mënyrë më agresive? Në fakt, pyetje tjetër që lind këtu shumë e rëndësishme, në qoftë se Haga nuk e ha presionin e Amerikës dhe James Rubinit, kush e komandon atëherë Hagën? Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, janë klane perëndimore brenda perëndimit, kryesisht Gjermania, Franca, Hollanda, por edhe qarqe majtiste të forta skandinave, të cilat kanë ndikimin e tyre mbi Hagën dhe mbi narrativën gjeopolitike të Unionit Evropian. Pra, për ta përmbledhur, Amerika po është arkitekti i sistemit ndërkombëtar, por sot nuk është më kontrollues absolut i këtij sistemi. Gjykata speciale është instrument europian par excellence, me ndikim të shumë të kufizuar amerikan, këtë po e tregon Haga. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndjehen të komprometuara sepse dhe në siklet, sepse kanë dhënë premtime Thatchit dhe aleatëve të tyre, por edhe gjithë bota është duke vrojtuar tashmë. I kanë dhënë premtime që ne nuk do t'ju lëmë në Balt. A i lënë amerikanët miqtë e tyre në Balt? Apo jo? Kjo është një përgjigje dhe një mision që e ka marrë përsipër James Rubin. Dhe është një narrativë amerikane për të dhënë këtë mesazh që ne nuk i hedhim poshtë miqtë tanë, sepse nëse do t'i japin mesazhin që Amerika i hedh miqtë e saj dhe i përdor dhe i hedh në rrugë, nuk do të ketë më miq dhe aleatët e saj do të fillojnë të lëkunden dhe të kërkojnë sfera të tjera të influencës në pika të tjera gjeopolitike tek rivalët Amerikës, siç janë Ish-Bashkimi Sovjetik, pra Federata Ruse sot, Vladimir Putini dhe lideri Xi Jinping. A do ta fitoj Amerika këtë betejë me Bashkimin Evropian apo jo? A do të fitoj Amerika apo narrativa e saj në këtë përballje? Këtu duhen parë si funksionojnë klanet. Franca është më afër Serbisë, më afër Rusisë. Hollanda si vend pritës jep infrastrukturën dhe vendin, pra Haga, dhe ka ndikimin e saj, është fleksibël. Është Italia gjithashtu, e cila luan me 2-3 porta, edhe mban krahun e BE-s me një pjesë të lojtarëve të saj, mban edhe dyert të hapura me Trumpin dhe me administratën aktuale dhe me ish administratën amerikane, por mban edhe një derë të hapur me Rusinë dhe ruan në një momente të caktuara narrativën e Beogradit në raport me Kosovën. Ky blok është qartësisht anti-hegemonisë amerikane në hemisferën perëndimore dhe duan që drejtësia ndërkombëtare të mos duket sikur është një drejtësi e cila funksionon në urdhrat e Pentagonit. Ky është mesazhi i Hagës dhe mesazhi i skepticizmit amerikan, i europian sot. Cilat janë pasojat nga kjo përplasje? A do të kemi një fund të ndikimit amerikan dhe një mos reagim të Hagës? A do ta zhgënjej Haga dhe klanet europiane Amerikën dhe do ta bëjnë atë të duket e pafuqishme për të mbrojtur aleatët dhe miqtë e saj, apo do ta lënë lojën barazi?
do ta lënë lojën barazim, duke i lënë edhe për disa vite krerët e UÇK-s në burg dhe duke ruajtur një pjesë të autoritetit amerikan dhe një pjesë të autoritetit të Europës për ta lënë lojën barazim. Kjo do të ketë refleksionin e saj edhe tek ardhmja e mënyrës se si do të shkojë raporti dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe ardhmja e rajonit Ballkanit në raport me këto ekuilibra global. Për këtë arsye shohim që edhe zoti Kurti e ka kuptuar, është lexuesi i imët i këtyre ekuilibrave, ndaj dhe Kurti përpiqet her pas here për treguar që nuk është anti-amerikan, dhe unë nuk besoj se është anti-amerikan edhe pse është leftist, por Kurti e kupton që këtë dobësi të Amerikës në këtë moment dhe me sa duket do të përpiqet që ta shtrëngojë bishtin derisa të kuptojë se cila është gatishmëria e Europës, e Gjermanisë, e Francës, Hollandës, Suedisë, Norvegjisë, nga ku ai ka dhe bashkëshortën, e këtyre klaneve për t'i bërë balë tërmetit amerikan. Në qoftë se Amerika e fiton betejën në Hag me një narrativ apo riset agresiv të sigurisë dhe gjeopolitik të administratës Trump, duke u përplasur drejt për së drejti me Europën për Ballkanin, atëherë do të kemi një presion në rritje amerikan ndaj Kurtit dhe do të kemi zhvillime të lahtarshme në Kosovë në raport të përplasjes Washington-Prishtinë në dimensionin e Kurtit si lideri aktual dhe momental që kontrollon narrativën kombëtariste shqiptare, por edhe narrativën e ekuilibrave gjeopolitik, rajonal, ballkanik, por edhe të atyre ndërkombëtar ballkanik që përplasen këtu në Ballkan. Skenaret e mundshëm, pra, u a thash, janë 3 administratë amerikane agresive që bën presion të fortë me Kongresin e saj dhe përdor Kosovën si test besnikërie për Ballkanin, për shqiptarët dhe për gjithë aleatët të saj në botë, vendos kushte Amerika ndaj BE-s të forta dhe fiton betejën. Këtu në këtë rast, krerët e UÇK-s lirohen nga burgu, nuk rrinë më gjatë dhe shkojnë dhe largojnë Kurtin në Kosovë me urdhër amerikan, e largojnë Kurtin nga pushteti dhe rikthejnë dominancën dhe vendimin në fjalën e fundit narrativës amerikane në Ballkan, ose kemi një vazhdim të kësaj status quo-je. Kurti vazhdon qeverisë dhe luan fort me narrativën e sovranitetit dhe të evitimit të hedhjes firmës për nënshkrimin e Gozhdës së fundit apo të varrimit, ngjitjen e fletës varrimit të Kosovës me nënshkrimin e asociacionit Bashkisë Komunave Serbe dhe vazhdon të drejtojë i qetë pa rival Kosovën, duket qartë që amerikanët në këtë lojë të madhe ndërkombëtare ku janë përballë presioneve dhe betejave të jashtëzakonshme dhe nevojës për të ristrukturuar praninë e tyre në lindjen e mesme, në Ukrainë, në Azinë Qendrore, në Eurazi, në raportet me Turqinë, në Afrikë, betejën me Francën dhe influencën e saj, betejë e re apo marrëveshja e re me britanikët, do ta shohim këtë se çfarë ka folur Donald Trump me Keir Starmer në Londër. Presidenti amerikan ka zbarkuar në Londër dhe duket qartë që ky takim mes anglo-saksonësh do të ketë dhe ai rezultatet e veta që do t'i kuptojmë më vonë. Ju a kam thënë, britanikët nuk lënë gjurmë, por janë kudo, janë të pranishëm në çdo zhvillim, në çdo detaj, në çdo imtësi. Kjo është loja që po ndodh. Dhe përpara se ta mbyll, është dhe një çështje shumë e rëndësishme. Mos vallë deklaratat e James Rubinit se UÇK-ja nuk ka qenë në një strukturë ushtarake e organizuar, ka qenë një organizat kështu kot më kot, pa ndonjë strukturë, pa ndonjë organizim. Mos vallë kjo narrativ e godet narrativën historike, institucionale dhe kombëtariste të UÇK-s dhe të drejtën tonë kombëtare historike dhe strukturën UÇK si e drejtë e popullit shqiptar të Kosovës legjitime për të luftuar kundër okupatorit serb apo kundër makinerisë vrasëse
të Miloševićit atje, unë mendoj, ky është mendimi im, që Amerikanët nuk po godasin legitimitetin historik të UÇK-s duke e zbehur rolin e Thaçit, që ishin ca çuna që kishin dalë me bë luftë. UÇK-ja ishte i biçim organizate, biçim shoqate, biçim luftëtarësh. Në fillim menduam se ishin terroristë, pastaj e pam që ishin çuna të mirë dhe i mbështetën. Por këta nuk është se kanë bërë një krim të madh. Narrativa e mos organizimit të UÇK-s në nivelet e një strukture të mirë organizuar shtetërore nuk është në thelb goditja e Amerikës për narrativën historike, institucionale dhe legitimitetin historik të kombëtarismit shqiptar dhe drejtës historike të popullit kosovar për të qenë të lirë dhe të çliruar nga pushtuesi serb, por është një përpjekje për të ulur rëndësinë e UÇK-s si strukturë militare në mënyrë që t'i jap pas Hagës dhe t'u jap atyre korridore juridike të cilat e ndihmojnë Hagën të kthehen tek narrativa amerikane, që është çlirimi i Thaçit dhe i aleatëve të Amerikës nga të gjitha akuzat kur kanë qenë drejtues të UÇK-s, përrjedhoi fitimi i kësaj betejë dhe rikthimi, riseti amerikan në Ballkan agresiv për të rikthyer mendikimin e tyre dhe për t'i dhënë mesazh shqiptarëve që Amerika nuk ka për t'ju braktisur kurrë, por jo vetëm shqiptarëve, edhe aleatëve të tyre të tjerë në botë, duke u thënë ne nuk i braktisim miqtë tanë dhe nuk i lëm në rrugë. A do ta fitojë Amerika këtë betejë apo jo? A do ta fitojë këtë narrativ? James Rubin vazhdon me deklaratat e tij. Do të shohim a është një bitejë e fituar apo një mission impossible i drejtuar nga një ish zyrtar i lartë si James Rubin, që vjen në Europë herë me deklarata, me pozicionin e një dëshmitari amerikan që mbron luftën në Kosovë, por herë në rolin e një 007 britanik, i cili vjen për të ngatëruar punët në Europë dhe për t'i treguar europianëve se keni të pamundur ta nxirrni Amerikën nga Ballkani dhe nga Europa. Kaq kisha për sot. Të gjithë ju që më ndoqët deri në fund, ju falenderoj nga zemra. Nëse shikoni që këto video kanë vlerë për pjesën shqiptare, dërgojoni atyre që t'i dëgjojnë ato. Kaq për momentin, vijon në numrin e ardhshëm.